Vrasja e Ilaria Sulës bardhe dëshmia nënës së Mark Samson, më dukej si demon, ishte i frikshëm. Detajet ronditëse vijojnë të dalin nga vrasja e Ilaria Sulës dhe nga ishi dashuri i saj Filipinas, Mark Anthony Samson. Mediat italiane shkruajnë se nëna e të riut, Norsman La Paz, ka thënë para prokurorëve pasi kishte kryer krimin, djali kishte shkuar tek ajo tepër i friksuar, madje ajo thot se ai ishte bërë si një demon. Më hapi derën, fytyra e Markut nuk ishte e tij. Ai ishte skuqur, dridhe i fort, i frikshëm, më tha nuk kam fjetur, nuk kam ngrënë. E tha si ti ishte një demon, kisha frikë se mos më bënte keq edhe mua, tregoi nëna e tij para prokurorëve në 7 prill. Nëna e Markut po ashtu po hetohet për bashkëpunim në fshehjen e Kufomës. Ajo gjithashtu tregon se djali kishte thënë se nëse nuk do ta kishte vrarë ai Ilaria Sulën, dikush tjetër do ta vriste Markun. I thash shqetësou dhe ai dridhe i tha mami, i thash dashuri, çfarë ke bër? Dhe ai më tha në filipinisht, po të mos e kisha bërë, do të më kishin vrarë, si për të thënë që nëse ajo nuk do të vdiste, ai do të kishte vdekur, ka treguar gruaja përpara prokurorëve.